Prej vitesh banorët e fshatit Bardhaj dhe 3 fshatra përreth të njësisë administrative e Lumas, bashkia Kuçov përballen me vështirësi serioze për shkak të mungesës së një ure që do t'i lidhte me rrugën nacionale. Ura ekzistuese, dëmtuar dhe ndërtuar vetëm me disa drasa të vjetra, është kthyer në burim rreziku për qindra banor. Kemi kërkuar urat ishte këtej atëre, çkur është bërë. U bë atje, tjetër kemi kërkuar një diçka tjetër, që kjo urë ka ujë mbledhës më tepër poshtë, pse tjetë 80 metra, tjetë 20 metra. Kur urat e tjera në Shegjes edhe në Moravë, që ka ujë mbledhës edhe të Velagoshtit edhe këtej, është ura 7 metra bjefjet. Po për kalimin e makinave si ja bënë? Qa ja kalojnë gjithej në Shegjen. Kalojnë si mos më keqë. Mos ka makinë, po them kështu, që po vuj njerëz aty natyrë. Ajo urë gjithnjë ka qenë problem. Ura ishte edhe më përpara, në kohën e Enver Hoxhës, ishte një urë e bërë kështu po me tel, me këto urë varur, por ka qenë me shkutur. Kjo bë me gjatë. Po, është sigurt ajo ura për sigurin tuaj apo dhe të fëmijëve një përve tuaj? Nuk është sigurt. Ajo gjithnjë shkatërrohet, gjithnjë lidhet, nuk është sigurt. Bile një ditë apo s'kaloj me motorët. Një ditë e thashun kjo do marrim qaf njerëz. Kjo. Jo sa është aty njerëzit që kaloni kështu. Për sa kohë është në këtë gjendje? Tani që kur u bë, ajo nëse se më përpara, zgjidhshin Rasameni, Pedrumeni, zgjidhshin edhe Pelisi, Zemulisi. Ajo hajde bjerët, ajo 3 vjetë edhe kalpse. Qa bëhet me këta urën? Si e kaloni tani që po vinë këto periode? Ja, që canë lumë, sa këthe njësi makina, ja, si që shikoni vetë, sa të themi ne. Po kjo ura në këtë gjendje ju frikson? Frikson që janë bjerë, sa janë zorat, që të bëjmë, he? Po, këta shoferet që kalojnë me makina, asin problematika? Si kështë. Ja, njësin e të lumë, e bëjnë, në gjole. Ja, dhe neve s'kemi ku të kalojmë. Marja ato mandatet ata, deputet e ikin. Ju frikson ura në këtë gjendje? Në friksone, qështë në friksone? Po që të bëjmë ne? Na e keqe, do idhemi. Të dore ta dhe i qojnë në shkollë. Që të bëjmë, na e keqe? S'ka shtep, nuk ka shtep. 23 vjetë. 23 vjetë. Po të bëni urën. Çdo ditë e kalojmë me frikë, ura është gati të shembet dhe jemi të detyruar ta përdorim sepse nuk kemi rrugë tjetër. Për automjetet situata është edhe më e vështirë pas një asimjet nuk mund të kalojnë mbi këtë strukturë të amortizuar. Banorët detyrohet të hyjnë në shtratin e Lumit duke vënë në rrezik mjetet, por edhe jetën. Megjithse premtimet për një urë të re janë përsëritur çdo vit, asgjë nuk ka ndryshuar. Banorët thonë se ndihen të lënë në ares nga institucionet. Na kanë premtuar çdo vit, por nuk është bërë asgjë. Ne kërkojmë vetëm një urë të sigurt që të mos rrezikojmë jetën, thon ata. Ju kanë dhënë shpresa për ndërtimin e urës për këtë që vendos? Tani unë si person, si dashamirës, kam bërë llafe, po si person nuk preke më kështu. As motor s'kam shkoj atje, as makinë, ashtu nuk. Mirë, për sigurim edhe për të një për po. Shkojnë e kalojnë atë urë për Jo, unë po e kam bërë problem edhe të tjerët. E kam bërë probleme të tjere këta që kanë, për shumë ai që ka atë na mermerin atje, e të tjere ka është bërë problem, është bërë gjithje. E qa përgjigje ju kanë këtyre? Po ja, do të bëjmë dhe rëngojmë. Ka pasur raste që ka ndodhur aksident në ato? Ja, dhe tani ka ta super ndja, kur thonë, unë jam ateist, po, i besoj edhe këtyre. Si banor të zonës, keni bërë kërkesa? Kemi bërë. Kanë ardhur, 5-6 tjerë kanë ardhur deputetë dhe... I lekë ata dhe i me fondi ngeli, s'ka lekë. Ja, ati e fondi ka qenë për urë, mbe shtëpit ata dhe i me, s'ka. Ka pasur raste kur ka ndodhur aksidente? Ka pasur, ka ranë me motorra, ka ranë qilmit, neve kemi renë, kema shumë dhe jemi gërvishur. Vene i drasa ata dhe kaq. E thonë ata e rrugdojmë në urën. Ne që të bëjme? Do të bëjni me mandatin tjerë. Po, hapë sytë do të bëj. Po i kërë tutje, në lerace. Ata anë për vete, nuk me ndoj për neve, fukarejnët. Sa banor ka ky fshat? 300 ponj. Është fshat i madh, ngjan këtu, jemi dhe në këteje.
Edhe kjo është vetëm një rrugë kalimi. Kjo. S'ka një tjetër. Vetëm lumë. Kjo. Ku ka shira? Jare këtu, me të keq. Një rrugë janë dhe që vinë në sheza janë dhe, dalin. Ajo do 2 orë. E, ajo është berë ati me këshu, me beton, kurse që, Si kaloni kur janë shira? me të keqës, me të keq. Qa do kaloj? Zoti lartë, ai e pat. Derisa të ketë një ndërhyrje konkrete, banorët e Bardhaj do të vijojnë për ditë të përballen me pasiguri, baltë dhe rrezik. Ura që duhet i lidhte me pjesën tjetër të zonës vijon të mbetet simboli i neglizhencës institucionale.